flasim për sulmin nga gjinët, apo nga shejtanët, ata që janë mjek musliman, një pjesë e tyre nuk i pranojnë fare. Ndoshta je besimtari një fesë tjetër dhe kërkon shërim me Kur'an? E nga njëherë njerëzit e harrojnë Zotin. Edhe na mbrojnë nga xhelozia e njerëzve xheloz. Nga ti, shkurtimisht më tregu çka është magjia, çka është hasedi, çka është mësyshi, edhe çka është të prekurit nga gjinët. Nuk ka smundje që qënë Zotë që nuk e ka ilaçin. Po në familjen e juaj, a është e mos me pas në i plak. Çdo familje e ka. Edhe si të pash pacientin, me thonë ti je me këtë, ti je me këtë, po ku pe dim? Në familjen juaj keni një shtëpi aty ka kpuca shumë, po normal, se dikun janë ka 8 antar, 10 antar. Ertet me gjak. Po, rrobat me gjak. A mundet mira vetë njëri mësysh? Rrobat e shkyme, ose humbja e arit. Ajo 24 orë mundohet me monitoru burrin. Kjo është mundje. Edhe ato ka e lexojnë, si kur ata fillestarët që djena shta kanë fillu me u falë, ose dje kanë mësuar. Edhe zore që shtet të poplit që edhe në derën e armikut ka njëherë. Që të Timotër një shami se po të lexoj Koran. Jo, more ka dalë të pyete njëherë, ku problemi?